Dëgjoj shumë rrugje në televizor, thot, në telefon, burrit I pengon shumë, çfarë duhet të bëj? Më bën presion shumë, Allahu të rujt. Amin, Allahu I rujt edhe ju. Po ndoshta I ngre edhe shumë zërin. Dhe normal, ai mund të lodhet gjithë ditën, ka nevojë të qetësohet, lej gjumë. Kështu që ose dëgjo vet, ose unë të këshilloj të lexosh vet. Pra për shembull, gjatë ditës, a ke mundësi të lexosh gjysore, 1 orë? Lexo surën Fatiha, ajetin Kursi, 3 suret e fundit të Kur'anit, lexoj vetes. Mëngjes, lexo ajetin Kursi, 3 suret e fundit të Kur'anit. Në mbrëmje, ajetin Kursi, 3 suret e fundit të Kur'anit. Pra ti lexosh ti vetes. Po ashtu fale namazin. Pra mundohu ta falësh namazin. Dhe përderisa pra ai shqetësohet, atëherë normal ai ka drejtën e tij. Ka drejtën e tij. Kështu që ti lexo vet.